Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe deklaroi se LSDM-ja është e gatshme për zgjedhje, madje edhe nëse ato do të mbaheshin menjëherë. Ai potencoi se LSDM-ja nuk do të jetë alibi e Mickoskit për zgjedhjet e parakohshme, duke vënë në dukje se kryeministri ka shumicë prej 2/3 dhe mund të marrë vetë vendim për shpalljen e zgjedhjeve. Kažem дека нема да бидеме алиби za predvremen izbori na primjerot Hristijan Mickoski. Ne nuk do të kemi alibi për zgjedhjet e parakohshme të kryeministrit Hristijan Mickoski. Është e qartë se i vetmi parametër që e shtyn të kërkojë zgjedhja është fakti se nuk ka më para në buxhet për tenderet e tij kriminal. Tani nuk ka as nga ku të marrë hua kaq lehtë sepse mentori i tij Orban nuk është më në pushtet dhe nuk ka nga ku të marrë para kineze. Ne jemi të gatshëm për zgjedhje, nëse mbajnë nesër, ne jemi të gatshëm që nesër, edhe me ekipin, edhe me programin, me master planin për Maqedoninë dhe marrëveshjen me qytetarët të cilën do ta prezantoj gjatë shtatorit. Filipçe paralajmëroi gjithashtu se në prag të zgjedhjeve të ardhshme po forcohet makineria propagandistike e pushtetit përmes blerjes së mediave dhe hyrjes së strukturave mediatike serbe në Maqedoni. I сега во целата ова ситуација, кога се спремаат очигледно за избори, без разлика дали ќе бидат предвремени или ќе бидат регуларни. Dhe tani në gjithë këtë situatë kur duket e qartë se po përgatiten për zgjedhje, pavarësisht nëse do të jenë të parakohshme, përveç mediave që ky pushtet tashmë i ka, 40% e numrit të përditshëm të mediave në vendin tonë janë nën kontrollin e njerëzve të afërt me Orbanin, ndërsa tani po përgatitet të hyjë edhe artilleria e rënd propagandistike serbe në krye me Alo Media. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe deklaroi se bashkimi i opozitës mund të bëhet vetëm rreth politikave të qarta pro-europiane dhe frontit për të vërtetën dhe drejtësinë, ndërsa siç tha Levica, fillimisht duhet të heqë dorë nga politikat e saj proruse dhe nga Hristijan Mickoski.